Zonja ambasadore, po I pyes më njëherë, si është situata aktualisht në Izrael? Në Izrael, siç e dini, varet niveli qeveritar, niveli në njerëzve është ndryshe. Nëse flisim për njerëzit të rrugë, më pas situata është ndryshe. Njerëzit janë të alarmuar, janë duke qëndruar pranë streve të ndryshme, janë duke përpjekur të fshihen nga raketat dhe ju e dini që iranianët janë duke targetuar civilët në Izrael. Fatkesisht, ne kemi 24 persona të cilët u vranë nga raketat që erdhen nga Irani gjatë këtyre ditëve të fundit. Ne kemi diku te 600 persona të plagosur dhe ndodhen nëpër spitale. Por më duhet të them se ne jemi shumë të fortë. Ne jemi shumë të fortë. Njerëzit janë duke ndihmuar njëri tjetrin dhe këto janë kohërat ku njerëzit janë duke qëndruar së bashku. Mendoj pashtu se njerëzit e kuptojnë nevojën e këtij sulmi ndaj Iranit. Pashtu ata e dinë se nëse do të kishin kapacitet bërthamor, sot ishte edhe më keq. Pra njerëzit janë të fortë dhe po përpiqen të dëgjojnë dhe të kenë disiplinë. Zonja ambasadore, do duhet të pyes pak lidhur me një krahasim. Ne po diskutojmë edhe pak më parë. Është më I rënd ky sulm apo sulmi I 7 tetorit? Për qytetarët e Izraelit, ta gjithmonë për qytetarët, jo për ushtrinë, për forcat e sigurisë. Kush ka pasur më shumë impakt dhe terror tek qytetarët e Izraelit? Mendoj se janë dy situata shumë të ndryshme nga njëra tjetra. Nga njëra anë, ajo që ndodhi në 7 tetor ishte një masakër. Nuk ishte një luftë. Ishte një sulm I befasishëm ndaj civilëve. Terroristët shkuan në shtëpitë e tyre, vranë bebe ndërkohë që ishin duke fjetur. Ishte një situatë tmerri. Dhe ishte një organizatë terrori që e kreu këtë sulm. Ndërkohë, lidhur me luftën aktuale, njerëzit e kuptojnë pse e kemi të nevojshme çka të tillë. Cili është rreziku që vjen nga Irani për sa I përket rritjes së kapaciteteve të tyre bërthamore. Po ashtu njerëzit janë më të përgatitur, edhe pse për të vërtetës nuk mund të jesh I përgatitur ku një raketë që peshon gjysmë tonë shpërthen në shtëpinë tënde. Ne kuptojmë se kjo është një luftë midis dy shtetësh. Me 7 tetor njerëzit u shokuan. Tani më njerëzit nuk janë të shokuar. Askujt nuk I pëlqen që të jetë në një situatë lufte. Por mendoj se e kuptojnë. Publiku I Izraelit e kupton situatën.